Tani Selina dhe Rogert kanë qenë në qendër të vëmendjes, një ndër dyshet më të komentuara të këtij formatit. Unë do t'i kisha quajtur dy kryefjalat, do të thonë dy kryefjalat e Big Brotherit, të cilat janë komentuar për njohjen e tyre, për marrëdhënien e tyre, për strategjinë e tyre. Ka patur hamendësime të ndryshme në fakt rreth Rogertit, rreth Selin, se çfarë aleance mund të kenë ato. Por, siç duket, Selin është e bindur dhe është koherente në atë që kërkon nga marrëdhënia me Rogertin. Natën e mbrëmshme, në orët e vona, konkretisht nga ora 2 e mesnatës, Selina dhe Rogerti mundoheshin që të sqarohen në një farë mënyre me njëri tjetrin. Në fakt, iniciativa ishte nga ana e Rogertit. Rogerti kërkonte që të sqarohet me Selinën, kërkonte që t'ia shpjegon Selinës situatat, do me thënë të kenë një lloj armë pushimi, le ta themi kështu, mes luftës së tyre, të kenë një lloj qetësie mes vetes. Por çuditërisht, kjo gjëja nuk ndodhi sepse Selina, siç e shoh, është e bindur që nuk do të thyej fjalët e nënës së saj. Hyrja në emision e zonjës Yasemin, surpriza që mori Selin nga nëna e saj, nga familja, i ka dhënë Selinës një bindje që ti do të vazhdosh në këtë lojë, ti do të sinosh për ta fituar çmimin e madh, do luftosh që të jesh e para, por në fund të ditës ti nuk do të qetësosh ujërat, gjakrat, le ta themi kështu në këtë kuptim, por realisht janë krijuar gjakra mes këtyre familjeve me Rogertin. Rogerti u munduaj që të bisedon me Selinën, u munduaj që ta kja vendon në dukje që nuk është vetëm ky që ka ofenduar, por sipas Rogertit ka ofenduar edhe Selina në besimin e Rogertit, e ka ofenduar djalin e Rogertit, i ka përmendur bashkëshorten dhe ka ofenduar bashkëshorten e Rogertit, ka ofenduar natyrën, lojën e Rogertit, dhe mbi të gjitha, do me thënë, nuk është vetëm ai që ka ofenduar. Rogerti thot, kënga Jallaj a Selin, Jallaj a Dubai, një këngë që ka marrë një viralitet jashtëzakonisht të madh jashtë, ishte një këngë e cila u provokua pak edhe nga produksioni, nuk është një diçka që Rogerti e ka bërë për të keq. Fjalën të cilën ja ka thënë Selinës, që ne të tre po të marrim pjesë në një film, Rogerti tani mundoi që ta kthen në një aspekt që gjasme, e ka thënë këtë fjalën për t'i thënë Selinës që unë me ty thjesht dua të marr pjesë në një film, sepse tashmë banorët e Big Brotherit janë më të shikuarit, banorët e Big Brotherit janë më të ndjekurit dhe banorët e Big Brotherit po shënojnë histori në klikime. Në thelb, mua nuk më duket kështu. Unë tek Rogerti pash një besim të plot, tani të jemi të sinqert gjatë bisedës që këto të dy po bëjnë, unë tek Rogerti pash një besim të plot në momentin ku Rogerti vendosi që të hyjë brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Ai tha që unë kam hyrë për të nduar lojën e këtyre. Okej, kishte marrë një dritë të gjelbërt nga tezja e Selin. Këtu e besoj se nuk mund të gënjen, për faktin sepse, në me thënë, ai e tregon që tezja e Selinës i ka thënë që futu brenda ndaje nga mirin se na mori fytyrat. Por, Rogerti, në vazhdimsi, luftën, ofendimet që ja bëri Selinës, ishin ofendime inati dhe mlefi, dhe është më se normale, pas çdo dite, pas çdo jave që Rogerti ka ofenduar Selinën, Selina tani të kërkon do me thënë të pajtohet me Rogertin, të pajtohet me mirin, atëherë do me thënë Selina po e humb rrugtimin e saj në këtë lojë. Sepse Rogerti i tha mbrëm Selinës, ne ta kemi ofenduar gimbën në një farë mënyre që ne po vallëzojmë me gruan tënde. Po, por ti e ke ofenduar Selina në çdo gjë, do me thënë Selina është ofenduar nga aja deri tek gjoja nga ana e Rogertit dhe produksioni nuk ka ndërhyrë dhe do me thënë ka patur interes. Tani cila është strategjia e Rogertit? Unë kisha menduar dhe mendoja se Rogerti është inteligjent dhe ka arritur ta kupton që jashtë marrëdhënia mes familjes së tij dhe familjes së Selinës është një marrëdhënie krisur, është një marrëdhënie shkatruar, është një marrëdhënie që ka përfunduar. Të paktën kështu e analizoja unë, do me thënë pjesën që Rogerti e kishte menduar, po nga fakti që Rogerti kërkon që të sqarohet me Selinën, nga fakti që Rogerti kërkon që ta mbyllën atë kapitullin e këtyre vuajtjeve, e këtyre mlefeve, e këtyre inateve që kanë kapluar Rogertin dhe Selinën, unë e shoh që Rogerti nuk e ka të qartë që jashtë
familjarët kanë nisur një luftë, familjarët kanë nisur një betejë, le ta themi mes njëri tjetrit. Selina më pëlqeu. Selina është e vendosur, është koherente. Do të thënë, Selina nuk i jep dorë Rogertit, përkundrazi, tensionet e debateve natën e mbrëmshme eskaluan normalitetin. Aty pash që Selina nuk dëshiron të ketë të bëjë me Rogertin asnjë gjë. Ndërsa Rogerti, do të thënë, mendonte që ka hyrë në një lojë. E gjitha kjo do t'jetë në kornizë dhe në kuadër të lojës. Unë e kam thënë vëllai Rogerti është një ndjekës si formateve të Big Brother të jashtëmet dhe normalisht ai ka krijuar një botë që në Shqipëri funksionon Big Brotheri. Supozojmë në atë formë dhe duhet respektuar në atë formë, por jo. Shqipëria është krejtësisht tjetër dhe Rogerti e ka prekur Selinën në moral, e ka prekur në ndershmëri, por Rogerti këtë gjëra e kuptoi që nga momenti kur në ambientet e televizionit Top Channel dhe në shtëpinë e Big Brotherit erdhi nëna e Selinës.